Edhe sot në trupi kam pasojat e hetimeve një. Unë gojë nuk më i mbylli, sepse është kap mishi keq për torturave, është këtu me pej, më kanë këtu me pej, i fashum, komplet, ton kohën që ashtu më kanë, edhe pyetje më kanë marrë në një formë tillë. Burgosin e dytë është diçka bukur më ndryshe se para. Fillimisht ju them që këtë hetuesit që mu më kanë marrë në pyetje, edhe shokët e mi që ju më konsultu pastaj, kanë qenë nga Serbia, jo nga Kosova, madje Serb të Kosovës, po nga Serbia, Beogradi, Novi Sadi, Nishi e tjerë. Edhe torturat mos flasëm kanë qenë shumë të tmerrshme, sepse tash edhe situata hini pak këgja me eran, hini dhe vrasjet, hini të... Edhe burgosjet janë konë masive në fillim, edhe të lëk qëkëja, veçanërisht të u qëkëja, ka rezultu edhe me vrasje dhe mbytje në tortur, si që është rasti Besnik Restelicës, edhe tortura shumë të rënda të mëdhaja të pothuajse të gjithë që i kanë arrestuar në atë kohë. Unë, po të them drejtën, edhe sot në trupi kam pasojat e hetimeve një. Unë gojë nuk më i mbylli, sepse është kap mishi keq për torturave, është këtu me pej, më kanë këtu me pej, i fashum, komplet, ton kohën që ashtu më kanë, edhe pyetje më kanë marrë në një formë tillë. Ka pas tortura hala më të rënda, hala më të tmerrshme, ka pas izolim hala më të gjatë edhe më të tmerrshëm, siç është në Najvali, Besim Rama ose Najit Hasani. Ka ndryshu për shumë qka, ka ndryshu gjendja me burgosjen e parë. Në burgosjen e parë, me gjithat, edhe kur na kanë torturu dhe kjo janë konë rregullat caktume edhe të torturës. Deri atje sa ku s'ka drejt me të psho, ku ka drejt me të psho. Sa e në respektu, sa e se respektu tjetër, po janë konë rregullat, tash s'ka pas ma rregulla, do të ka torturu në mënyrën ma çnjerëzore deri në vdekje. Po, edhe burg gardianët pothuajse kanë qenë krejt serb, është ajo periudha kur i kanë largu shqiptarët, tek e tuk në një që kanë bet, për arsye që s'muj me i spjegu. Në përbuqet që kam qenë unë në Prishtina sërish, fillimisht Prishtinë, tanaj një muj më kanë qunë në Lipjan, pastaj në një muj tjetër në Dubrav, dhe prej aty jam transferu në Mitrovicën e Sremit. Mitrovicën e Sremit mas gjati, një vjetë, edhe në kanë njësë me në këthy prap në Dubrav, rrugës në kanë nalë 3 ditë në Nish, dhe pastaj në kanë pru në Dubrav, ku këna prej atu krejt masakrin e Dubravës, prej atu në kanë zirë në kanë qunë në Lipjan, Lipjan në kanë majtë pak ditë edhe me 10 qershor, natën e 9 qershorit në kanë lidhë dhe në kanë dërgu prap Nish. Unë në fund, përfundimisht e kom kry Nish në 2001.